duhet të jemi unë kam qenë shumë i qartë. Kjo protest mbështetet plotësisht dhe tërësisht nga Partia Demokratike, antarë dhe simpatizantët e saj. U është bërë thirrje në mënyrën më të përditshme që të marrin pjesë në protestë. 1. 2. Është deklaruar dhe deklarohet se protesta nuk është e Partisë Demokratike. Është protestë qytetare, ndaj dhe u është kërkuar të gjithë antarëve dhe mbështetësve të partisë të shkojnë aty si qytetarë, jo me logot, me simbolet e partisë. Dhe kjo ka ndodhur. Jam shumë mirënjohës ndaj tyre që kanë zbatuar me përpikmëri direktiven. Së treti, Partia Demokratike denon me forcën më të madhe çdo përpjekje të Edi Ramës, të patronazhistëve, çdo lloj presioni të paligjshëm që bëhet ndaj protestuesve dhe eksponentëve të saj. Direkt nga Edi Rama dhe pastaj nga kori i tij. Këto janë qëndrimet tona. Për sa i përket Partisë Demokratike finalizimit, Partia Demokratike ka patur një proces, mund të them, shumë të suksesshëm në Kuvendin Kombëtar. Kuvendi kombëtar ishte u shpall kuvendi i ripërtritjes partisë dhe në mënyrë absolute, bazuar në votën e atyre delegatëve, Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike ka dalë dhe është këshilli i ripërtritjes. Ndaj dhe ju mund të merrni listën dhe shihni se si në këtë këshill numri i trive është dyfishuar, përqindja grave ka arritur në 38-39%, vetë me votën, pra ka një hap. Tani pritet që ky hap të transpozohet ose të pasqyrohet dhe në zgjedhjen e forumeve tjera të partisë. Është në tagrin e delegatëve e antarëve të Këshillit Kombëtar të reflektojnë dhe të pasqyrojnë frymen e Kuvendit Kombëtar. Nuk ka asnjë lidhje me asnjë faktor tjetër përveç një çështje teknike të lokacionit që ka të bëjë këtu, sepse janë zgjatë punimet në një nga ambientet dhe po shpresoj të përfundojnë sa më parë. Zoti Berisha, prej ditësh Edi Rama dhe Taulant Balla kanë publikuar dokumenta kundër protestuesve të angazhuar në luftën e UÇK-s. Konkretisht, për sulmuar Dritan Goxhajn, Taulant Balla ka publikuar një listë pagese. Në të nxirret si mercenar edhe heroi i kombit Tahir Sinani, i vlerësuar si luftëtar i 3 luftave për mbrojtjen e interesave të qytetarëve. Si e komentoni këtë cënim të imazhit të luftëtarëve të UÇK-s, ku tashmë po përligjet edhe lufta e Kosovës dhe figura kombëtare si ajo e Tahir Sinanit? Faleminderit. Këta janë çdo epitet mund të vihesh. Janë turpi. Edi Rama është shndruar në dajën e vet, rëmon si të thuash domethënë këto. Rëmon në biografinë e njerëzve në mënyrë më perverse, më të përçmuar. Përpiqen të manipulojnë me dokumenta duke falsifikuar firma e të tjerë, por unë shpreh dhe shpreh prap se lufta çlirimtare e shqiptarëve në Kosovë, se nuk është e Kosovës, por mos harro se janë me dhjetra të rënë. Nga Berati, nga Kavaja, nga Tropoja, nga Kuksi, nga Hasi, e tjerë janë me dhjetra, janë shumë
që kanë ra për të bërë të pavdekshëm për lirinë e Kosovës. Kështu që këto që përpiqen të përbaltin luftën, të përbaltin herojtë e luftës, janë mund të them çdo epitet, po ndalen me kaq vetëm anti-shqiptar që kanë shit shpirtin e tyre tek droga, krimi, vjedhjet dhe smeritojnë, janë turpi i kombit, janë turpi i kombit. Nuk kanë asnjë lloj, merren i kam vurë, merren ti ke qenë kështu, ke qenë ashtu, ke qenë ky, ke qenë ai. Apo si ai që janë zori ato 17 kompanit në Epadat apo jo? Në parlament. Krimi se kishte 17 kompani. Me një fjalë, këta kanë humbur logjikën, nuk kanë legjitimitet, qëndrojnë si hajdut në detyrë, duhet të largohen 1 minutë më